është bërë ndoshta traditë dhe po ndryshon prej vitit në vit. Pra në të kaluarën është festuar në një formë pak më ndryshe Bajrami, pra ka qenë sidomos tradita vizitave të ndryshme pra në familjet tona, tek familjarët tonë. Tani më ka ndryshu kjo sepse shumë prej nesh, po e shfrytëzojmë rastin që festën e Bajramit ta kalojmë jashtë shtëpisë, ndoshta më shumë në Bregdete. A ka një përkufizim se si duhet festohet Bajrami, apo thjesht është festë e lirë që secili ta festojmë në mënyrën e vet? Është mirë që fillimisht shfrytëzohet kjo festë për ato që e thash edhe në fillim, pra që na kthen tek familja dhe te xhiri familjar. Kjo është shumë e rëndësishme, madje është e nevojshme dhe këtu kemi pak edhe kemi më tepër nevojë që të fokusohemi në veçantë tash për Bajram. Nuk do më thonë kjo që nuk kemi të drejtë që të dalim jashtë vendit dhe të festojmë edhe dikun tjetër, por gjithherë t'ju japim përparësi, në veçantin këto festa, t'ju japim përparësi familjes dhe rrethit familjar, familjes së gjerë, asaj, por edhe komunitetin përgjithësi. Pra, fillimisht mendoj që festimi më i mirë do të ishte që këtë festë ta ndajmë bashkërisht me familjet dhe me rrethin ku jetojmë. Pastaj nëse ka mundësi dhe hapësirë, nuk ka gjatë keqe që dikush prej besimtarëve të lëviz. Por unë për vetin nuk e pëlqej që të pikërisht në këtë ditë të festës së madhe të Bajramit të kalojmë besimtarët të kalojmë këtë festë të kalojmë në Bregdet. Mendoj që nuk është festimi i duhur dhe mënyra e duhur e festimit të një feste të tillë me karakter fetar, e cila vjen pas një muaj ibadet adhurim, që do të reflektonte në Bajram vërtet ato mësimet që i kemi marrë në gjatë muajit të sakrificës. Ajo është lidhja, dashuria, harmonia, solidariteti kështu me radhë, dhe shkurja në pushime jashtë vendit, sikurse po e zbe atë çfarë për cilën ndoshta u angazhuam gjatë muajit të madh të Ramazanit, për ndryshe... A humbet pastaj vlera ose pesha e të mirave? S'ka dyshim. Një personi cili ka xhiruar pra gjithë muajin dhe pastaj shkon në pushime dhe i kthehet me njëherë jetës pra si që ka pas para Ramazanit. Jetës duhet më kthy, normal është pjesë e rëndësishme, por mirë po mendoj do të kemi kujdes se ndryshimi të mos bëhet drastik, madje të mos kthehemi në një gjendje që nuk është e mirë apo s'ka qenë e mirë as para Ramazanit. Të mos konsumimi alkoolit për shembull. Gjithsesi, nuk besoj që besimtarët që kanë agjëruar dhe kanë kultivuar imanin e tyre gjatë Ramazanit që do të binë në një veprim të tillë, por edhe vizitat, edhe shkura në Bregdet nuk është në rregull për në ditë të festave të Bajramit. Mendoj që kemi nevojë shumë që bile këto ditë të shfrytëzojmë dhe të ndajmë me familjarët tonë, me miqtë tonë, me ata që i duam dhe na dojnë, sepse vërtet si shoqëri që kemi qenë shoqëri familjare e lidhur ngushtë mes njëri tjetrit, pak a shumë kemi filluar që ti zbejmë, ose janë zbejë këto lidhjet dhe torën zemër i kemi të festat që ende janë duke mbajtur atë lidhjen, por siç e tha edhe ti, ka filluar të zbehet dhe njerëz ndoshta po shfrytëzojnë këtë festë, ndoshta për shkak të pushimeve që i kanë, që dalin edhe jashtë vendit, por me parim nëse ka hapësirë edhe me dalë dikun bon, po jo në Bregdet, nuk isha thonë Bregdet, sepse pastaj kjo mundet me prish diçka prej asaj çka kemi fitu, ose me humb diçka prej asaj çka kemi marrë në Ramazan.